Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi, ku po nisim ditën ton maraton në kanalin e Monitor TV për të komentuar bashkarisht dhe për të analizuar ngjarjet më të fundit brenda shtëpisë së Big Brotherit. Jemi 2 ditë afër finales të madhe. Emocionet, ndjesitë të ndryshme po bëjnë luftën e madhe tek banorët, gjë në fakt e cila duket edhe jashta këtyre kamerave. Por unë kam menduar që këto ditë do t'jenë ditë të paqes, kam menduar që këto ditë do t'jenë ditë të dashurisë, këto ditë do t'jenë ditë pozitive, por siç duket mes Rogertit edhe Mateos nuk ka paqe në marrëdhënien e tyre, nuk ka paqe në afrimitetin e tyre. Do të thënë është një lloj loje, është një lloj lufte e hapur që në fillim. Tani Mateo ka qëndruar i prerë kundër drejt Rogertit, do të thënë ka qëndruar i ashpër kundër drejt Rogertit. Nuk është se ka patur një moment ku balanca mes marrëdhënies së tyre ka gjetur një lloj qetësie. Do të thënë nuk ekziston ky fenomen i tillë. Ditën e sotme që të dy e ka nisur me akuza kundër drejt njëri tjetrit, me ofendime kundër drejt njëri tjetrit, dhe Rogerti dyshon që Mateo nuk është një banor i favorizuar. Mateo është një banor i cili këtë fitore, nëse mund ta themi, për në finale e ka marrë me vota të blerë, duke e akuzuar Mateon që vjen nga një familje borgjeze, që është një djalë me shumë para, dhe babai i Mateos, familja e Mateos, nëna e Mateos kanë investuar jashtëzakonisht shumë që Mateo të merë këtë finale. Do të thonë, Rogerti e akuzon Mateo në këtë rrugtimin. Gjithashtu edhe Mateo akuzon që Rogerti është lojtar i produksionit. Tani, akuzat ndryshme ka që Rogerti është lojtar i produksionit, dhe mund të themi në fakt që është lojtar i produksionit nga vetë fakti që produksioni përzjodhi që Rogerti nda çonte drejt finales krah Brikenës, që Brikena kishte më së shumti vota, me patjetër që është lojtar i produksionit. Unë mendoj që Mateo nuk është një lojtar i cili ka luajtur në aspektin e parave që prindërit e tij mund të kenë dhënë që Mateo të shkonte drejt të finales. Kjo gjë nuk është e vërtetë. Një nga banorët i cili ka një Instagram shumë të madh, i cili ka një fanbase shumë të gjerë, domethënë që e mbështesin, është Mateo. Unë mendoj që Mateon, publiku shqiptar, e mbështeti dhe e dashuroi për modestinë e tij, për thjeshtësinë e tij. Do të thënë, Mateo në përgjithësi është një djalë i cili ka një lloj qëndrimi që mund ta gjejmë tek çdo njeri shqiptar i cili nuk është personazh publik. Do të thënë, ka një lloj qëndrimi të thjeshtë, është modest, nuk është koklart, është djalë me këmbë në tokë. Do të thënë, nuk është se i ka ndikuar ky Big Brotheri, dhe po i ndikon Big Brotheri që Mateo të merr një lloj qëndrimi të paimagjinueshëm. Do të thënë, një lloj qëndrimi të pa sikur disa artistë që në fakt ndryshojnë. Tani, unë mendoj që Rogerti, komplet këtë lojën dhe komplet këto akuzat, është duke i bërë nga frika e madhe që ka nga Mateo. Rogerti, për mendimin tim, ka filluar të kupton, ai e ka kuptuar të gjë që në ditët e para, por tani ka filluar të kupton edhe më shumë, sepse nga gjitha ato banor, Mateo të shkon drejt finales, i cili ka hyrë pak më vonë, do me thënë është një lloj lufte për Rogertin, se që të dy janë vonë ato, dhe normal Rogerti dëshiron ta fiton këtë lojë, por unë mendoj që Rogerti e ndjen që Mateo mund të jetë fituesi i këtij Big Brotherit, dhe duke ndjerë këtë gjë, ai është duke bërë një luftë të madhe që ta nxjerrën Mateon nga vetja. Ka patur kërcënime, do të thënë, nga ana e Rogertit për Mateon, që edhe unë këtu do të ra, por nuk dua që të dal nga vetja. Do të thënë, Rogerti në një farë mënyre po mundohet të provokon të gjitha dimensionet e Mateos, që Mateo të eskalon nga normaliteti, do të thënë të del në një njeri tjetër,
por unë e shoh që Mateo është duke vepruar dhe është duke luajtur me shumë kujdes, saq që nuk dëshiron këtë gjën e madhe apo këtë gjën e bukur që ka kaluar për muaj të tërë, ta prish, domethënë ta shkatërroj. Dhe kjo është strategjia e Mateos. Domethënë Rogerti thjesht po mundohet në maksimum për ta nxjerrë Mateon nga vetja, por nuk e nxjerr dot. Dhe këtu unë e shoh një frikë të madhe të Rogertit, domethënë një frikë që Rogertin e ka kapluar, që e ndjen veten, ndoshta jo ndoshta, por e ndjen veten që nuk do të jetë fituesi i këtij formatit dhe mundohet që t'i përdor të gjitha kartat e fundit për një lloj viktimizimi, për një lloj goditje. Ka patur shumë pyetje nga këto tirona, a ke menduar ti që më janë drejtuar që Mateo dhe Rogerti do të kenë një lloj paqe, një lloj qetësie me njëri tjetrin. Unë them që Mateo dhe Rogerti nuk do të kenë paqe, sepse Rogerti ka bërë akuza dhe kërcënime shumë të mëdha kundër drejt Mateos dhe jo më kot janë këto zënka. Tani kërcënimet kanë ardhur në momentin kur Rogerti ka qenë shumë i acaruar, edhe nuk mund të themi që kanë qenë kërcënime për lojë. Këto kanë qenë kërcënime të vërteta. Dallon. Por aspektin e acarit të Rogertit në thonjza, për shembull që ka sot, ato janë provokime që unë i quaj për lojë. Domethënë nuk janë kërcënime, janë provokime. Ndërsa kërcënimet janë krejtësisht gjë tjetër që Rogerti ka adresuar drejt Mateos, sepse e ndjen shumë të fuqishëm në lojë, nga që në kombinimin të cilin ka mbetur, i vetmi banor i cili nuk bën asnjë lloj luhatje, por është më i qëndrueshëm, është më stoik në qëndrimin e tij në shtëpinë e Big Brotherit, është Mateo Bori. Domethënë Mateo i cili po lufton çdo ditë për të qenë fitues i këtij formatit me të drejtë, kuptohet, sepse ka dhe fansa shumë, është banori i cili ka patur më shumë drona brenda shtëpisë bashkë me Selin, domethënë jashtë po bëhet një tifo jashtëzakonshme për të. Unë e vërejta edhe dje, domethënë tek klikimet në YouTube që i kanë parë intervistat që kanë dhënë për Top Albania Radio, çuditërisht Mateo dhe Selin më të klikuarit, që nuk kupton, domethënë publiku është më i dhënë për Mateon dhe për Selin. Dhe mendoj të gjitha këto gjëra që Rogerti është pak inteligjent për t'i kuptuar, nuk është se nuk është inteligjent, Rogertin e mbysin dhe japin mendime të ndryshme se si qëndron Rogerti dhe se si qëndron loja jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Do të shohim se si do të jenë këto ditë, do të shohim se si do të jetë kjo ditë sot mes Rogertit dhe Mateos, a do të ketë përplasje apo nuk do të ketë më përplasje. Unë mendoj që Rogerti duhet të fillon që të nxjerrën pak ato anët e tij të bukura, se Big Brotheri filloi dhe mbaroi dhe ne nuk është se i kemi parë gjë Rogertin, domethënë kemi parë vetëm këtë Rogertin negativ, kemi parë vetëm këtë Rogertin me energji të keqe dhe uroj me zemër që të nxjerrën anën e tij të mirë, dhe pse jo të shohim bukuritë që Rogerti diti fal tek fenomeni njeri. Por Mateos unë e shoh që i trembet shumë dhe ka frikën që Mateo në fund do t'ia rëmbej kupën e madhe, do ta bëj që Rogerti, domethënë të mos të vazhdoj me entuziazëm.